Është mbreslënse, ende nuk kam bërë një vit në detyrë dhe kjo është hera e 4 tashmë që ne çelim një grup kapitull negociatash me Shqipërinë gjatë mandatit tim. Kjo na çon në 5 grup kapituj të hapur dhe 28 kapituj të çelur. Ka mbetur edhe një grup kapitull dhe nuk kam as pak dyshim që do ta bëjmë këtë gjë së shpejti. E di që presidenca daneze dhe të gjitha shtetet anëtare janë plotësisht të përkushtuara që të shënojnë progres në momentin që përmbushen të gjitha kriteret. Dhe po të përdorja terminologjinë olimpike, do të jetë më shpejt, më lart, më fort edhe me një ekip, një punë në ekip. Dhe siç e shihni ka një trekëndësh të fortë që e mbështet procesin e zgjerimit në tërësi, siç ju e theksuat e dashur Mari, duke qenë një nevojë gjeostrategjike. Dim që reformat që ju kërkojmë kandidatët tanë, ndonjëherë nuk janë të lehta, kërkojnë ndryshime themelore. Për vendi juaj, dashur kryeministër, po tregon që mund të bëhet. Shqipëria po tregon që ndryshimi pozitiv është i mundur. Dhe SBE-ja e shpërblen këtë ndryshim pozitiv. Dhe vazhdoni kështu me këtë ritëm, duke u siguruar që të përfshini edhe parlamentin, shoqërinë civile dhe sektorin privat, sepse një konsensus i gjerë kombëtar përmirëson pranimin shoqëror e mëtej, sidomos për pusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias që të përmbushin piketat e ndërmjetëve. Kjo është e rëndësishme që ne të nisim të përmbyllim kapitujt. Pra në momentin që do të çelen të gjithë kapitujt, ne do të nisim të mbyllim kapitujt sa më shpejt jetë e mundur, që të realizojmë për ambicien tuaj për të përmbyllur ato të gjitha brenda 2027. Kam shumë mirënjohje me të cilën dua të them disa fjalë, duke nisur nga falënderimi për ju, për mbështetjen dhe që jeni siguruar të mbahet premtimi që kur japim rezultate shpërblehemi. Sot çelëm një tjetër grup kapitull që në fakt përbëjnë 5 grup kapitull në 11 muaj dhe me sa di unë ky është një rekord. Më së fundi, kjo është hera e parë për ne në histori që zgjedhim lirisht me kë duam të martohemi. Jemi martuar me detyrim me perandori të tjera në të shkuarën. Kështu që kjo është një perandori pjesë së cilës duam të jemi, një perandori vlerash, të drejtash, një perandori sigurie e sigurimi ku më së fundi qytetarët tanë do të sigurohen që të drejtat e lirit e tyre nuk do të merren nga askush që vjen më pas. Nuk që Danimarka ka shumë për të bërë dhe ministria këtu ka një ditë të gjatë përpara saj e gjëra të tjera për të bërë, për të vijuar me detyrimet e presidencës daneze, por dua të them diçka që ishte diçka që vërtet, për cilën na erdhi vërtet shumë mirë kur pam që kur pam barometrin që përmendi Marta dhe kur kuptuam që populli danez është mes mbështetësve më të mëdhenj të antarësimit tonë. Që të kesh nga ana jon vikingët është diçka që t'jep mjaft siguri dhe na duhet ta përhapim këtë në mbar Europën në mënyrë që askush të mos guxoj një farë mënyrë të na bllokoj rrugën, se ky është rezultat edhe i një farë trysnie nga kanalet e BE-s për ta bërë një gjë të tillë. Sigurisht, trysni miqësore me argumente të mira. Kështu që ne kemi hyrë apo i jemi vënë plotësisht dhe dua të falenderoj gjithashtu dhe të mbështetemi dhe do të mbështetemi tek e gjithë dija e Europës, një dije që është akumuluar duke ecur përpara me anë të shembullit.